Ke një fëmijë i cili vuan nga konstipacioni dhe je shumë në merak dhe je shumë në tension dhe nuk di çfarë të bësh, dëgjoje këtë video deri në fund dhe unë do mundohem të t'i shpjegoj. Në rast të parë, konstipacioni vjen si rezultat i një marrje ose një keq ushqyerje. Do të thotë që fëmia nuk i merr të gjitha vlerat ushqyese. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ai nuk merr sasinë e duhur të frutave, perimeve, pra duhet të hajë 6 deri në 7 fruta perime në ditë. Nuk pi mjaftueshëm ujë, konsumon gjëra të thata, konsumon kryesisht brumra në formën e ndonjë pice, sanduiçi, petulla, krepa, makarona, oriz, konsumon gjëra të ëmbla, pijet me gaz ose pijet me sheqer, ose qoftë gjëra që ai mund t'i konsumoj në momentin që balanca nuk është aty ku duhet, atëherë zorra e fëmijës krijon thithje në ujit dhe ajo depozitohet dhe te fëmia krijon konstipacion. Por kur mund të presim? Te një bebe e cila është kryesisht grup mosha 0-6 muaj mund të pritet deri në 7 ditë, nëse fëmia nuk ka dhimbje barku dhe nuk ka problem në të pirën. Te fëmijët e tjerë nuk mund të presim më shumë se 2 deri në 3 ditë, te fëmijët më të rritur, sidomos kur fillojnë ushqyerjen, sepse japin dhimbje barku bëhet i fryrë dhe fëmia mezi ushqehet vaktin tjetër. Por çfarë mund të përdorim? Patjetër përdorimi laksative. Çfarë do të thotë? Do të thotë që këto janë ose shurupra, ose janë në formën e supostit, ose janë në formën e mikroklizmës, të cilët ndihmojnë pjesën e fundit të jashtëqitjes për t'u zbutur dhe në mënyrë që zorra të lirohet. A krijojnë efekte anësore? Jo, nuk kanë asnjë lloj efekti anësore. A bëhet zora dembele? Kanë qenë disa studime në fakt të cilët e jepnin këtë ide që zora mund të bëhet dembele, por sot këto janë hedhur poshtë. A mund t'i përdorim gjë gjithjetës? Patjetër që jo gjë gjithjetës, por thjesht duhet që ju të mundoni të rregulloni balancën ushqimore. Do të thotë që të marrë fëmia mjaftueshëm fruta, perime, të pi ujë, është shumë i domosdoshëm uji, duhet të pim jashtëzakonisht shumë ujë. Dhe tjetra duhet ta mundohemi ta edukojmë në tualet, do të thotë që fëmia gjithkohës mas çdo vakti të ulet në uturak. Nëse ju i kryeni të gjitha këto procese, patjetër që ai do ketë një përmirësim të ndjeshëm të ushqyerjes dhe po ashtu një përmirësim të ndjeshëm në lidhje me defekimin. Nëse situata do vazhdoj, patjetër që duhet konsultuar me mjekun. Ju përshëndes.